për rrjetet sociale. Po tash, a duhet me mbyll televizionet edhe me funksionu veç me rrjetet sociale? CBS-in, po ndoshta vjen edhe ajo ku. CBS-in për shembull emisionet USA Today për shembull emisionet amerikane tash i shoh krejt në YouTube, domethënë se po ti ishe se ti s'ki qasin nga bllokëve të Amerikës ty nuk kam edhe në IPTV, po i shoh në YouTube. Po ti mënesh për shembull, po them, kemi njerëz që nuk mënen me e këshir në YouTube edhe për që ata është televizion, që ti jep ty në kablovek edhe që ti e shikon në shtëpi. Po. Edhe po më duket që shumë e gabume që na jemi të shku veç drejt rrjeteve sociale. Nuk po them që rrjetet sociale janë të këqija, si janë shumë të mira. E tham që nëse ti si në shtëpi mënesh me këshir dikon tjetër çat, sen që ty po të intereson. Mirë po jo me u bë krejt përqendrimi edhe krejt puna e secilit gazetar, se ty në momentin çat moment nuk punon më çka ti po don. Po punon çka ti tu ka jep me punu në bazë pronarit ose dikuj tjetër, që po vesë ma shumë që njerëz po me e këshyr. Bazë shikuzve. Ta shikus ke këshyrin... Po nëse e kini, për shembull nëse e kini ambëltore, edhe e kini një për shembull tomëllori ose salep ki. Dhe ty të pëlqen shumë salepi edhe din që është i mirë, ose e kini restoran, e kini salat shumë të mirë, shumë të shnetshme, po kur kush s'pe porosit. Edhe porosit veç një person një herë në muj. Edhe ti për atë salat, të vynë me majtë në frigorifer, perimet, prishën, të kushtojnë shtrejt, nuk të shitet shumë, edhe kejt për ta lypin, kejt për lypin me ble një hamburger, kejt po shiten, hamburgerat po shiten shumë, edhe po shiten... As duhet tani ti mandej me promovu salatën si diçka të shëndetshme, diçka shumë mirë, e me u fokusu te hamburgerja? Praps po blehet. Jo, blehet, kur e bëm punën e duhur, blehet. Nash që ka shpesh gjykohëm si gazetar, sidomos ditët e sotme, është për pjesën se që ka transmetojmë, si historie tona, si në televizion. Ose kuptoj një sen që gazetari ose mediat ja qesin dy antë medaljes, ja qesin edhe një historit një arkitekti ko gjatë Mirfelt, po ja qesin edhe një historit të Reja Vjera, që po është trend. Tashte, publiku është qaj që e jep verdiktin e fundit. Pse i ka 10.000 vjusa qaj arkitekti, edhe pse i ka 1 milion vjusa qaj Reja Vjera. Edhe normalisht që media ka me shku kraq asoj që është shikueshmëria. Dashëm apo s'dashëm, tashte okej, apo dojna cilësi, apo dojna ma shumë tek pjesa që ka po dheze dhe që ka po sjell fitim, po fatë këtë se shumica mediave kanë me shku ka që këtë rindi, edhe veç janë të shku ka që këtë rindi historive që dhezin ma shumë, se sa që janë kualitative. Për që të arsye ekziston RTK-ja, edhe BBC-ja në Angli, që e ka bugjetin shtetnor. RTK-ja e ka bugjetin 11 milion, jashta sponsorave, që me pas interesin publik, mi shërby salatët. Dhe më thonë, edhe BBC-ja e ka bugjetin matë madhësit të Kosovës. Dhe më thonë, BBC-ja në total e ka bugjetin diku 5 ose 6 miliard euro. Po më duket, si jam i sigurt, po matë madhe ka bugjetin se shteti i Kosovës. Pse financohet, nuk ka reklama heq, që pa mërë pasysh pej trendeve, sa njerëz dojnë me blet çokolada, prap me mujtë mi shërby salata. Dhe më thonë, çka me botash dikuj që qysh me thirë sponsorin, me të ardhë, për shembull, që kjo është kriza e televizioneve në ditë sodit, dhe më thonë, qysh me bo materiale, qysh me shit salata, edhe mi shti njerëz të mi hongër salata. Që kjo problemi? Nëse ti nuk e vendos fokusin gjithçysh te hamburgeri, edhe nëse nuk e blokon një pjesë të trurit që veç hamburgeri ty të sjell shitje dhe të sjell fitim. Po shesin hamburgera? Po a bën ti mos me shit hamburger? Po ti nuk shatë të një me të papunë. Po a bën ti me shit salat, po ti fokusohu pra te salata. Edhe pëson me një që prap si medium që ndrujna ko gja mirë, bele ka shumë personazhe që ju vjen interesant që i shkojna me një promovim të librit, është shumë për keqardit, dhe më thonë, ditë sodit në një gazetari, po i qujna të Mirfelt, i vjen që di personazhe që një media i ka shkon promovim të librit, se nuk i shkon kërkosh. Kështu para disa viteve, po dhe po thamë nëse para disa viteve kena shku në të sinxarje, që ato mire ka, unë e dakordje me Erdonitin që na njemi për televizioneve që i kemi edhe storje jo vetë sensacionale, edhe jemi në dytit në YouTube prej krejt televizioneve kosovare, dhe më thonë jemi në vend dyt për i shikueshmërisë në YouTube, edhe gjysma e ma shumë e televizionit tarë jep salata. Po që kjo është ajo që unë jem të thonë, nuk do me thonë pse të tjerët japin hamburgera, duhet me shku dhe na me jap hamburgera. Po na duhet edhe hamburgera se duhet me pagu qiron. Po ama ju me largu salatën prej menys. Se largojmë në salatën. Salata asësis duhet me u largu prej menys.